Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali, nëse ende nuk e kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Është një javë e mirë, gjithsesi do shohim se si do jetë për gjitha shenjat e horoskopit. Përshëndetje të gjithë ju të shenjat së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe jemi të energjia juaj, energjia e shenjave të tokës dhe energjia e shenjës së demit. Gjithsesi, ju shoh që jeni në një situatë ku ju do të jepni zgjidhje situatave. Ju do të jepni zgjidhje në lidhje me një dashuri, për një pjesë prej jush, në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por shoh edhe një sukses në lidhje me punën tuaj, nga ana profesionale. Është ose ju harrini të zgjidhni situata që keni në lidhjet njofit ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, kjo ka lidhje me drejtësinë. Ju vini një drejtësi në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me çështje ligjore, por këtë mund ta merrni edhe në çfarëdo lloj tjetër situate që jeni, sepse unë shoh zgjidhje të çfarëdo lloj situate dhe sukses në lidhje me ju. Ju shoh që në mesin e javës do ndiheni pak në dilema, edhe pse do të jepni zgjidhje situatave, edhe pse do vendosni një lloj ekuilibri, do balanconi çështje dhe situata të ndryshme, ju përsëri futeni në dilema. Mund të jeni midis dy personave dhe ju nuk dini se çfarë të bëni, këtë zgjidhni nga këta persona. Mund të jeni midis dy çështjeve situatave të ndryshme që ka lidhje me shtëpinë, me familje, me fëmijët tuaj. Ose në lidhje me punën, mund të jenë dy punë njëkohësisht që dalin dhe ju nuk dini kë nga këto të zgjidhni. Për pjesën tjetër mund të jeni midis punës edhe familjes. Ose mund të jeni midis dy projekteve, dy bashkëpunimeve që ju i jepni zgjidhje, por përsëri sikur mund të dalë edhe diçka tjetër aty dhe aty sikur ngeceni pak. Do jeni duke e menduar këtë situatë dhe në fund të javës shoh që ju do ndjeni, do të rrihiqeni, do mendoni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme se si të jepni drejtim. Si të jepni drejtim një njofje, një lidhje ose një marrëdhënie, edhe pse shoh që ju zgjidhni situata, keni sukses në lidhje me punën, një projekti, një bashkëpunimi, një partneriteti, sepse shoh që jeni të ndarë në dy pjesë. Mund të jeni midis dy personave, por ju do mendoni se me kë person do të jepni zgjidhje, midis dy situatave ose çështjeve që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike, me komunikimin në një rast tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike ku ju vini një drejtësi, jepni zgjidhje situatave, thjesht dilni nga dilemat dhe jepni në fund të javës shoh që mendoni për t'i dhënë drejtim gjithçkaje. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shoh që keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Gjithsesi, në fillim të javës, ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh shumë të sigurt në veten tuaj. Do hidhni hapa të sigurta në lidhje me një njofje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
Në rastin tjetër, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me punën, në lidhje me një udhtim që do keni, ose në lidhje me si t'jepni drejtim gjërave. Gjithsesi, ju shoh në një energji shumë të bukur, por në mesin e javës, por kjo mund të ketë vlerë në lidhje me shtëpinë, me familjen, me anën ekonomike, ka shumë fort me anën ekonomike. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju sikur jeni në një situatë ku ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri. Ndoshta do jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ndërkohë ju shoh që jeni duke analizuar çfarë keni bërë dhe çfarë duhet të bëni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Ju shoh që ju do jeni shumë të ndjeshëm, shumë emocional gjatë mesit të javës, dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me çështje dhe situata të tjera që mund të keni. Por në fund të javës, ju shoh që ju pasuardin e hapjes së çdo gjëje e keni ju në dorë. Dhe këtu flasim në qoftë se ju ndjeni të sigurt në lidhje me një dashuri dhe mes javës ju fut pak në analiza të ndryshme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, atëherë në fund të javës unë shoh që ju sikur mbylleni brenda vetes dhe nuk hapeni në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju mendoni seriozisht, ndjeni të sigurt, por mes javës ju sjell situata pak që ju ndjeni të sakrifikuar në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, ose dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Por në fund të javës unë shoh që do merrni një shumë të mirë parash. Ju do shpërbleheni në lidhje me këto sakrifica që keni bërë në lidhje me punën ose nga ana ekonomike, sepse ju shoh që ju po punoni shumë, jeni në lëvizje, ndjeni shumë të sigurt. Thjesht mes javës duhet keni pak kujdes në lidhje me një situatë ku ju do tregoni shumë emocional, do mendoni që keni sakrifikuar shumë në lidhje me gjithçka, do analizoni gjithçka në të kaluarën tuaj, por do mendoni dhe do analizoni dhe çfarë do bëni këtej dhe në vazhdim. Por kjo do ndodhi vetëm në qoftë se ju jeni më të hapur në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Disa prej jush në fund të javës do merrni një shumë të konsiderueshme parash, do jeni duke menduar të investoni diku në një rast, ose në rastin tjetër edhe për të hequr disa kursime, mund të investoni te fëmijët tuaj, në punën tuaj, në familje, në shtëpinë tuaj, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Dhe kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës, ju shoh që sikur stacionoheni, uleni dhe mendoni se si të jepni drejtim gjërave. Ju mendoni për të gjetur atë kohën edhe orën e duhur ose momentin e duhur në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Sepse shoh që po mendoni shumë seriozisht, domethënë keni arritur në një pikë stacionimi ku ju do filloni të programoni ose të futeni në një program të caktuar për të bërë gjërat tuaja. Në mesin e javës duhet keni kujdes pak sepse ju shoh që ndiheni të lodhur, ndiheni të sfilitur, ndoshta ju mungon një dashuri për një pjesë prej jush, pjesa tjetër ju mungojnë parat, ndoshta ju shpenzoni shumë para, ngelin me pak para në duar në mes të javës, ose për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, sepse shoh që ndiheni shumë të lodhur fizikisht më tepër. Duhet ndoshta një kontroll mjekësor, një check-up ose diçka tjetër, dhe në fund të javës
shoh që ju dëshironi të fluturoni, dëshironi të çoni gjërat para, por jeni të rrethuar me re të zeza, në kuptimin që ju i shikoni gjërat të errta, sepse mes javës ju fut në këtë energji ku ju mendoni që ju mungon një dashuri, ju mungon një person, ju mungon paraja, ndjeni të lodhur dhe edhe pse doni të ecni përpara, nuk ju lën këto mendime negative që ju keni, por janë thjesht mendimet tuaja. Një pjesë prej ju shoh që mund të jeni në udhëtime të shkurtra ose të gjata, por nuk e di, ju mund të keni kaluar dhe një lloj zhgënjimi ose duhet keni kujdes në lidhje me një zhgënjim në fund të javës. Tani zhgënjimet mund të merren nga më e vogla deri te më e madhja, jo domosdoshmërisht janë gjëra të mëdha. Mund të ndjeni të mërzitur, dëshironi të largoheni, të shkoni diku, të qetësoni për veten tuaj, ose mund të jenë edhe zhgënjime edhe nga persona ose në situata ose në çështje ose në diskutime të ndryshme që keni, dhe aty do ngeleni pak të zhgënjur gjatë fundit të javës. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Britsjapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar në lexiме private, mund të kontaktojnë në adresën e email-it ose te WhatsApp-i. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni edhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës shoh një lloj konflikti ose disa tensione ose nuk e di, por në lidhje me dashurinë me një person, shoh që ju tërhiqni nga vetja juaj, personi tërheq nga ana e tij në lidhje me një diskutim që do keni. Por kjo mund të ndodhë dhe në lidhje me familjen, me shtëpinë tuaj, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, me diskutime, me negociata, me marrëveshje që ju mund të keni, ku ju mund të vini kushtet tuaja, personi tjetër mund të vijë kushtet e veta, dhe aty ju shoh që keni një tërheqje litari midis çështjeve dhe situatave të ndryshme që keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh një çlirim, do merrni lajme të mira në lidhje me dashurinë flasim, dhe në fund të javës shoh që ju jeni gati për të shkuar te një person, për të trokitur dhe për të hapur derën drejt këtij personi. Ju shoh do jeni shumë gentil, po të vësh re këtu personi është me një tuf lule, me një dhuratë të bukur. Ndërsa për pjesën tjetër kjo mund të ketë vlerë në lidhje me çështje e situata që kanë lidhje me familjen, ku ju jepni dashuri në familjen tuaj, edhe pse aty mund të ketë një lloj konkurrence në lidhjet marrëdhëniet. Dhe ju përsëri ju shoh që do tregoheni, do hapni derën ose do hapni rrugë në lidhje me një lloj konkurrence që do keni. Ndërsa për disa të tjerë shoh edhe një çlirim shpirtëror në fund të javës, për gjithë ata që kanë të bëjnë me dokumenta, me çështje që kanë lidhje me ligjin, ose diçka tjetër, me dokumenta, me studime, me shëndetin, mund të merrni gjitha situatat, ju do merrni lajme të mira dhe shoh që do jeni shumë falënderues në lidhje me një lajm që do merrni gjatë fundit të javës, gjatë mesit dhe fundit të javës. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndiheni mirë me veten, të çliroheni, por ndërkohë shoh edhe një shenjë falënderimi nga ana juaj në lidhje me këtë lajm që ju do merrni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it ose te WhatsApp-i. Atëherë shohim energjinë që na vjen për shenjën e Ujorit. Ju keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi ju shoh që në fillim të javës jeni duke bashkëpunuar ose ju do njihni një person, jeni në pritje të një personi më saktë, ose të një përgjigje nga një person. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
Për pjesën tjetër mund të jenë në pritje të një udhtimi, mund të jenë në pritje të një shtatzanie, në pritje të një përgjigje te vendi punës, ose në lidhje me çështje dhe situata, me kontrata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që aty do lindin disa tensione, ju do jeni në një lloj rivaliteti këtu, që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ku secili tërheq nga ana e vet, ose në lidhje me një kontratë që do keni, një përgjigje që prisni në lidhje me një kontratë, me një bashkëpunim, ose në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në fund të javës shoh një rikthim. Mund të rikthehet një person që ju mund të keni dhe kundërshtime mendimesh me këtë person, mund të keni dhe diskutime, por aty shoh që ju nuk bini dakord me këtë person, dhe në fund të javës shoh që mund të jetë një person që rikthehet, ndoshta përsëri edhe mbas disa kundërshtimeve që do keni. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, për gjithë ata që kanë lidhje, që janë në pritje të një pune, të një kontrate, të një bashkëpunimi, dhe aty shoh që do keni një lloj konkurrence, por mund të ketë lidhje me një punë nga e kaluara, me një çështje ose situatë nga e kaluara juaj. Ju shoh që do jeni dhe shumë mbështetës ndaj fëmijëve tuaj në fund të javës, mund të takoni një person shumë dashamirës që do t'ju mbështesin në lidhje me një konkurrencë që do keni. Gjithsesi është një javë fantastike, ju shoh me qëllime në veten tuaj, jeni në pritje të përgjigjeve në fillim të javës, duhet keni kujdes nga disa tensione ose një lloj konkurrence që do keni si në punë, në familje, në shtëpi, ose me një person të caktuar, dhe fundi javës shoh që mund t'ju rikthej dhe atë qetësinë tuaj. Për një pjesë për ju shoh që mund të gjeni shpirtin binjak, edhe pse kundërshtoheni me këtë person, ky person është shpirti juaj binjak. Ose në rastin tjetër, shoh që ju shëroheni nga situata dhe çështje që mund të kenë pasur në lidhje me një lloj rivaliteti. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsApp. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, që jeni ju vetë, kemi kartën e vendimit, të gjykimit, që është përsëri energjia juaj, dhe kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit. Atëherë ju shoh që nuk e di, në fillim të javës do ndiheni në mes të bollëkut, do keni shumë dashuri, do ndiheni mirë nga ana shpirtërore, do ndiheni më të gëzuar, më të çliruar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që do keni. Dhe në mesin e javës shoh që do merrni një vendim. Është një vendim që mund ta merrni në lidhje me një person, në një rast, në rastin tjetër mund të jetë edhe, por shoh edhe fillime të reja për pjesën e beqarëve, një fillim i ri, ju merrni një vendim në lidhje me një person. Dhe shoh përsëri në fund të javës romanca, një moment romantik, shoh që ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do keni shumë pasion. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, mund të ketë lidhje me një person që mund të jeni të distancuar, një person që jeni në distancë, ose që jeni në një distancim emocional, mund t'i merrni si të duash, mund të jeni të shkëputur. Shoh që ju do jepni shumë dashuri dhe do merrni vendim në lidhje me një person. Dhe shoh që aty do ndiheni shumë mirë, do keni shumë pasion, do keni emocione në lidhje me vendimet që do merrni. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë vlerë në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj, ku ju do jepni dashuri, merrni vendime të rëndësishme dhe shoh që çdo gjë do ta bëni me shumë pasion, do ndiheni më energjik, më të fuqishëm, do jeni në lëvizje. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, por shoh që është një javë që ju do keni do jeni të rrethuar me një lloj pasurie shpirtërore, mund të them, jo ekonomike, dhe me vendime të rëndësishme, por dhe me qëllime dhe me momente
pasioni që do keni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, videon e hënës re, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj të gjithëve një javë sa më të mbar, një mbasdite sa më të këndshme, një fundjavë sa më të bukur për të gjithë ju dhe të gjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.